Është Trumpi që po luan me Putinin apo është Putini që po luan me Trump? Është Putini që loz me Trumpin. Trumpi nuk e ka atë sensin e luftës në të njëjtën mas dhe pesh si që ka Putini. Dhe nuk e konsideron as konceptin, ecet dhe me një lloj strategjie dhe koncept që Putini ka në shtrirën e vetë karshi Ukrainës. Ai thjesht Ukrainën në informacionet e veta shef si një tokë e cila duhet i prodhoj ati, pra thjesht konceptit kontraktual që ai ka, ti japi ato të mira dhe mbaron këtu. Putini është, mendojmë, një hap përpara kur vjen puna në strategji qoftë lufte, qoftë dhe asaj që është qëllimi i tij afatgjatë. Mos harrojmë që ka dhe një pakt të hekurt me Kinën. Sepse në gjithë këtë histori që ne flasim, Kina ndërkohë është duke lëvizur në ato territoret e veta kufitare me armatimin e Pakistanit dhe të tjera që janë përreth. Pra, është Putini që po shfrytëzon maksimalisht euforinë e Trumpit, të quajmë. Pra, do thëmë, nuk do vi një moment që temperamenti Trumpit të thotë mjaft, boll, mjaft më. Nuk është temperamenti i Trumpit nga ato që kur vjen puna ke më të fortët apo të fortët e barabartë, Trumpi di se si të... Rusia nuk është e dobët. Në strategji nuk është e dobët. Ditë lozi shalet, themi. Oke. Kjo është gjykimi juaj. Goxhe? Mendoj që nuk lojën po e bëjnë të dy bashkë, njëkohësisht, pra Trumpi po bën iluzionistin për të shitur atë që nuk ka qitet, mjafton të shohësh që para 4 ditësh, Trumpi utërojsh totalisht nga grupi që mbështet ushtarakisht Ukrainën dhe kishte kryesin dhe ala kryesin evropianëve. Pra utërojsh totalisht tani nuk merremi me këtë punë. Të rriqesh nga nga mbështetja ushtarake e Ukrainës dhe pastaj të thuash që shiko se të ka ardhur afati, janë dy gjëra që nuk qëndrojnë bashkë, pra logjikisht. Prandaj po them që është një lojë e përbashkët midis Trumpit dhe Putinit. Amerikanët janë marrë vesh për mua me rusët që rusët të marrin atë që munden të marrin. Edhe kaq. Është marrëveshje e fshehtë. Absolutisht. Në kurrizë të Ukrainës. Gjithçka në kurrizë të Ukrainës. Ka nisur në kurrizë të Ukrainës, do mbarojë në kurrizë të Ukrainës. Prandaj them që Zelenski duhet ta kishte kuptuar këtë lojë, duhet ta ndali luftën tash mos marrin qaf njerëz.